opozitën deri para pak kohësh. Nuk ka për ta pasur më dhe nuk kemi për ta lejuar që të ketë një opozitë komanduar. Kjo protest dhe çdo sakrificë juaja në këto vite po bën që në këtë vend mirat të tjerë që ndjekin nga banesat, mirat të tjerë që ndjekin nga shtëpitë e tyre, të na bashkohen me zemrat e tyre, të jenë sot bashkë me ju. E kishte edhe opozitën deri para pak kohësh. Nuk ka për ta pasur më dhe nuk kemi për ta lejuar që të ketë një opozitë komanduar. Kjo protest dhe çdo sakrificë juaja në këto vite po bën që në këtë vend mirat të tjerë që ndjekin nga banesat, mirat të tjerë që ndjekin nga shtëpitë e tyre, të na bashkohen me zemrat e tyre, të jenë sot bashkë me ju. E kishte edhe opozitën deri